Pastaj, për ta kuptuar hikmetin, urtin e namazit, kemi edhe një ajet kuranor ku gjendet në surën Al-Ma'arij, ajeti 19, thot Allahu Gjeleshanuhu, Innal insana khuliqa halu'a. Njeriu është i krijuar, kështu do thotë të jetë i gjutshëm, shpejton në çdo gjë. Idha massahu sharru jazua. Kur e kap ndonjë e keqe, ai nuk bën durim as pak. Ndërsa wa idha massahu al-khairu manua. E kur e kap atë ndonjë e mirë, ai bëhet koprac. Kur është për shembull e kapën ndonjë krizë ekonomike, çka bën? Vetëm ankohet. Ankesat mëdha. Ndërsa kur e kap ndonjë pasuri, domethënë ndonjë biznes e kapën mirë, edhe fiton, atëherë e ndron meselen, bëhet koprac. A ndoshta në momentet kur është për shembull në skamje, i premton Allahu Gjeleshanu se une si kur të pasurohem do të bëhem kështu dhe ashtu, por për fat të keq, ai kur pasurohet, atër bëhet koprac. Atë gjithë besimtarët, apo atë gjithë njerëzit që janë kështu, thot jo, illel musallin, në përjashtim të atyre që falen. Pra, ata që falen nuk i kanë këto cilësi. Ata që falen nuk i kanë këto cilësi, nga se falja e namazit njeriun e mbron nga këto veti apo nga këto vese.